se zinaja i ka 3 belaja në dunja dhe 3 në ahiret. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, sa i përket 3 belajave dunjas, tha emma fi dunja fe yudhibul baha, sa i përket dunjas, tha ta hub dritën që cilën ta ka dhuru, shumë ton Allahun këtë dunja, ta hum bukurin që ta ka dhon, wa yurithul faqar, dhe zinaja është të ban fukara, wa yanqusul umr, dhe zinaja është që ta shkurton imrin. Këto 3 belaje janë dunja. Tha sa i përket belave në akhirat, tha wa amma allati fil akhirah, sa i përket belave të akhiretit, tha fe sakhatullah, tha idhnon Allahun, wa su'ul hisab, dhe llogaritje të vështirë, wa adhabun nar, tha dhe dënim në zjarr. Këto janë bela të cilën e pret ata të cilën nuk e kalon këtë makat në dunja, apo nuk ju ka pendu Allah subhanahu wa ta'ala. Po ashtu e transmeton me një hadith Imam Tabarani. Këtë hadith e ka transmetu be di zinxhira, ka thonë njani prej këti zinxhirave janë të vërtet. Thot ja bëgaja l'Arab, inne min akhvafi ma akhafu alejkum e zina. Tha ka thonë, o ju vajzat e Arabve, o ju vajzat e muslimanve, a dini se frigën më të madhe për ju e kam se po binin zina. Transmeton Imam Ahmedi dhe Tabarani. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tuftahu abwabu as-samai nisful layl, tha hapen dyert e qiellit mesin e natës, zbret Allahun qiellin e natës dhe thot, a ka dikush që ka nevojë për diçka t'i jap? A ka dikush i cili e ka bon një gabim t'ja fali? A ka dikush i cili e ka një dert dhe një mërzi që t'ja largoj? Tha kejt bojnë dua dhe Allahu ja pranon. Tha vetëm ati që i ban zina dhe nuk ka ban tobe, Allahu nuk ja pranon dhe thot, leja këta derisa të pendohet. Pra Allah i dashër musliman, dyert e qiellit janë qelë për çdo ken, vetëm për ata që nuk ban tobe dhe nuk i pendohet Allahu subhanahu wa ta'ala. Po ashtu transmeton Imam Tabarani dhe thot, inne zuna të shtajlu vujuhum nara, ka thonë ftirat e zinaqarve kanë mukall për gjithmonë në ahiret me zjarm të xhenemit. Edhe prej emanetit dituris është se ki hadith për këtë hadith, ka thonë Sheikh Albani se është hadithi i dopt. Transmeton Imam Ibn Khuzejme, po ashtu e transmeton këtë hadith Ibn Hibbani në sahihun e tire, nga një shoki pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që e kanë quajtur Abu Umame al-Bahili radiallahu an. Ndëgjoj vëllai i dashur musliman, këtë hadith të madh që na ka transmetu Abu Umame al-Bahili e Sheikh Albani. Për këtë hadith ka thonë se zinxhiri këtij hadithit është i vërtet. Dëgjosh ka thot Abu Umame al-Bahili, thot e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë, thot bejnema ana naimun, tha por sa ishna duke fjet, tha merr një njeri apo merr di njerëz dhe më zjun, tha njani prej atinve më kapi për kraj dhe më afroi te një kodër e cila ishte kon e vështirë mund gjit në tha. Tha kur arrita te kjo kodra më tha hip lart, tha wallahi e pas në vështirë këtu me hip, tha sën hipi. Tha hip se na inshallah let kena me të bo, tha hip se na let inshallah kena me të ndimu dhe kje me hip. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha u mundova dhe hipan këtë kodër. Tha kur më rinan mesin e kësaj kodre, tha wallahi i kam dëgju disa zona të cilët leshin si kur me qenë. Tha i pita këta di shok dhe po i tham, o ju njerëz, tha më tregoni qka janë këto zona që i për ndëgjën. Tha këto janë zonat e xhenemlive që i kanë hi në zjarë. Tha po ti hec dhe vazhdo rrugën të one. Tha eca derisa në mrinën mesin e kësaj kodre. Tha e pash një njeri i cili kishte ka për damorin e qafës dhe e kishin varë. Tha ja kishin qa gojën e ati dhe prej gojës të ati që t'ke gjak. Tha e pita këto shok të mi dhe i thash, qka është ki njeri që e kanë varë në këtë vend? Tha zjarmi i xhenemit e kalte ata, edhe prej gojës atin dhe rreth të gjak. Tha i pita shok të mi dhe i thash,
Qka është ki njeri që janë bo me këta kështu? Tha ki është ai cili se ka gjeru mujin Ramazan, ai cili ditët e shenjta që Allah ja pat qu me pastru prej gabimeve, ai cili ka ngron dhe nuk e ka pas dert. Pasta i tha vazhdova rrugën, tha e pash një njeri cili ishte fri boll edhe e kishte pasën një ftir të shëmtum. Tha i pita di këto shok dhe i thash, ku është kusha ki njeri cili Afrika të shumë edhe që i ven kaq era e keqe? Më thanë këto janë jo besimtar qafirat që i kanë vdek në kufër. Tha vazhdova rrugën dhe mëtej, tha derisa arrita me një ven, tha zonin lejshin këta njerëz sikur me qenë edhe ishin fri atë shumë, edhe fizionomi ma trishtushme se to s'kam pa. Tha era me ndote se këtinve që i vinke nuk ishte. Tha me nërë me thonë, tha era atinve i vinte era nevojtore. Tha i pita shokte mi dhe i thash, kush janë këta njerëz që po i shof këtë hal? Tha këto janë zinaqar, këto janë zinaqar, ata të cilët nuk e kanë dëgju Allahun subhanahu wa taala, ata të cilët nuk janë pendu te Allahu subhanahu wa taala. Pasta im thanë vazhdo rrugën dhe vazhdova, derisa e pash një gru që ju kishin afruen shumë gjarpni, edhe gjarpnit e kafshojshin gjitë e saj. Tha e pyta këto di shokët e mi dhe i thash, kusha kjo gru? Qka puna këto gjarpni që i hajnë gjitë e saj? Tha kjo është gruja e cila nuk i ka dhonë me thith foshtjes e vetë. Kjo është gruja e cila për të mojt bukurin e saj nuk ka ngranë, edhe ka lënë fëmijën e vetë pa qumsh. Kjo është gruja e cila ndoshta ka pas qumsh, mirë po për mosh me prishën fizionomin e saj nuk i ka dhonë qumsh. Tha dënimi ati në grave. Tha këto ishin disa dënime që i pash. Pas ta i pash disa fëmijë duke lujt me një lumë. I pita kush janë këta? Tha janë fëmijët e muslimanve. Pas ta i tha më ngritën edhe më lartë. Tha i pash 3 njerëz më të bukur se ta s'kam pa. Tha i pash duke mpi lumin e alkoholit, të cilën pin ta ata të cilët nuk kanë pin këtë dunja. Tha e pyta kush janë këta 3. Tha më përgjigjen dhe më thanë, kja është njoni Gjaferi, i dytja Zejd ibn Haritha dhe i treti bratin Inash ibn Rawaha. Tha pas ta i më ngritën edhe më lartë. Tha kur ngritë më lartë, tha i pashtu nej 3 burat të mdhej, që cilët e kishin drequ atë me gjlis të bukur sa dush. Tha e pyta këta dhe i thash, kush janë këta të 3? Than këto janë pejgamberët e Allahut, Ibrahimi a.s., Musai dhe Isai, janë që të presin tije në këtë me gjlis. Këto janë disa hadithet pejgamberi thasem, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na dufton neve duke qenë këtë dunja, qka është punë e zinaqarve. Transmeton Imam Ebu Daudi, këtë hadith e kanë zirë Imam Tirmidhiu dhe pashtu në Bejhaqiu nga Ebu Hurajra radiallahu an. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha zana ar-rajul ukhrija minhu al-iman wa kana alayka adh-dhulla fa idha aqla raja ila iman. Ka thon njeriu nëse ban zina, tha i ngritët imani ati që ndron bitasi mjegull. Tha nëse nuk i kthehet imani ati vetëm pasi t'i shmongës zinas, pa atëre i kthehet imani ati. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon, na transmeton Ibn Hibani në Sahihun e tij këtë hadith, këtë ndodhi e kanë transmetu Ebu Dher el-Ghifari radiallahu an. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon për një njeri i cili 60 vjet ishte mshelen në xhamin e atij dhe adhuronte Allahun subhanahu wa taala. Ndëgjoj vllai dashur musliman, se sa të mira ti ngran dhe sa të mira ti ngran nëse e ban këtë mëkat apo zinan. Tha një njeri i cili 60 vite Allahun e kisha adhuru, ishte izolu në xhamin e atij dhe bante ibadet. Tha pas 60 viteve dul në balkonin e tij. Tha e pa se atë dit kishte rashi edhe ishte zbukuru dunjaja i dha vetës e vetë. Ti marrë di buk dhe po dal që edhe une këto të mira t'i shijoj, edhe gjithashtu Allah t'i badet t'i baj. Tha kur dul prej faltorës ati, duke kalu në rrug, u taku me një vajz
I boni ditre muhabeta, shejtani as bukuroj dhe